Jezusi nuk erdhi që të zgjidh problemet e vogla, problemet dytësore, sëmundjet, gjithë sëmundjet, gjithë problemet politike, gjithë problemet e padrejtësive, më kupton, sepse ai po tregonte thelbin e problemit. Thelbi i problemit ishte mëkati, nuk ishin shfaqjet e mëkatit, që ishin sëmundjet, që ishin padrejtësit, apo që ishin pushtimet, siç ishte në rastin konkret pushtimi romak. Jezusi nuk donte t'ju jepte idenë e gabuar. Për shembull, kur Jezusi bënte shërime, ai gjithmonë bënte shërime për të treguar fuqinë e tij hyjnore, fuqinë e tij në dimensionin shpirtëror të jetës. Për shembull, shërimi i paralitikut ishte pasi ai i tha, mëkatet të janë falur biri im. Tani çohu. Pra donte me tregu fuqinë e tij në botën shpirtërore. Nuk donte me zgjidh, me ju dhënë përshtypjen e gabuar, sikur ai kishte ardhur me qenë një çlirimtar i pushtimit romak, apo një doktor që i zgjidhte të gjitha sëmundjet, apo ku diun se çfarë. Ai vjen si shpëtimtari, ai azison thelbin e problemit, ai azison shkakun e të gjitha sëmundjeve dhe të gjitha edhe të vdekjes. Pra, kjo është arsyeja pse ai nuk u mor me këto gjëra.